Atia. S'kam që të them më, të djali miku më pa një fajfare. U do të një kënes, do të një andes, do t'i përvloj atë atërë. Do të bidon me benzin, do t'i përvloj, nuk i le. Kaq. Zotri, si u njohët nuk me kam ngjarjen? përvloj ma unë. Si u njohët me situatën sot? Kush ju lajmëroi? Apo thjesht jeni informuar nga media? Nuk di. Gjykata i ka lënë arrest shtëpie. Arrest shtëpie lirin janë ato me birë. Ata lirin janë. Ju kështu ndiheni të rrezikuar? Kush? Ju vetë si baba i Martinit. Unë s'më dhim se tjeta fare me birë. Nuk më dhim se tjeta fare, po si shdu ka ata. Nuk i le, ta them tonë, le të më arrestojnë dhe që duan le të më bëjnë. Të da gjera dhe të gjenjë bidon me benzin, do t'i bëlloj si familje. Nuk i le. Të djali më shkoj pa i vajfare. Ju vazhdoni të besoni që ata janë autorët e vrasjes? Ata janë me birë. Ata janë, ka thënë, me gojnë e tyre vetë. E ta që t'i lirojnë ata. Djali nuk pati as takim me qupën as beri. 2 dashnorë në fshat i kishte. Se nuk bërë një krim nga ta, po bërim djalën tem. Ata kanë bjevë droga të la, u mërave shmirë unë. E për shdukur djalën tem që ndanë Mali 2 veta. E abe i gojnë që thënë do të shdukim. Djali tem s'ki që faje. Unë këte kam për thënë. Unë të t'i përvloj me benzinë. Të si familje që janë. S'kam që do me i e të nune të të djali që ti them me barova. Vetin të ndë. Ju besoni në drejtësi apo tashme? Jo, nuk besoj më që ka liruar. Nuk besoj më që ka liruar. I dëna 25 vjetë. Ja ove një katës Tiranës. Tiranë që tha, të pandehur tha, këtë krimë këni verra dënoj me burë të përjeqëm. Ja dhave gjukate kur në Tiranës me burë të përjeqëm, ata 2 rendoqa. Këta ta shi muar i liruan fare, që të lirojnë. Si e shihni si një çështje që është zbaritur prej kaq kohësh, të paktën mbi 3 vite që zbaritet? Mbi 3 vjetë. S'kam qartë të me, këto të thema. Unë nuk i le pa përvëlluar ata. E do t'i them djali realizova planin tënë. Nuk do të rojnë me. E nuk e bëj vetën të më arrestojnë. Nuk e bëj vetën. Të vrasë vetën mes gjyqit atje. Unë e shka dhe gjyqit do të vrasë vetën.